Shikues të dashur, ne jemi me emisionin festiv herët në TVN në pritje të vitit 2026. Desa të mësohemi me thonë 2026, kur të mësohemi tani vjen 2027. Po, është edhe emisioni i fundit herët në TVN, pasi që do të vijë një emision tjetër, radio emision në televizion prej janarit. Pasi që është edhe emisioni i fundit, edhe është emision festiv, ku flasim për vitin 2025, këtu është e radhës, me pas mësafirin që është paraqit mas shumëti në emisionin ton TV herët. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Lavdim. O do është më të ebë një mirë njohje, sash për paraqit pas shumëti që edhe pas këm haru. Lavdim jo një shpis. I shpis. Sa paraqitje e ki? I bie që është emisioni, do thotë këtu në TVN, është i 100-ti. Sot? Por do thotë emisioni 100 që kemi së bashku këtu me në TVN me ju. Pas të ka bëbaj ata? Jo, asnjë. Një kohë dhe une thësha, për thrasë dhe që thë, a pritën që ta është marrë më dhe a thu lavdimi dhe të një kur s'ka pritu hesh, asë njëherë. Asë nuk më pritu asë njëherë, edhe ka morë gjithë mu me kohë, nuk më vënu asë njëherë, por normal që edhe më nisë me kohë, për shkak se në komunikacion gjithmonë do të nisë me, mund të thëmë, para kohë që të mërim me kohë. Sakt, kur thoi njerës pa të lëvi, unë i thëmë Prishtinë, të lëvi qëti. Se thojnë si mos me pas kur të lëvi, po hera parë që pëndodhë. Lavdimin për ndryshe, për ata që nuk na keni përcjell gjatë këtij viti, ose si ka ratë haneve në mëngjes me na përcjell, prej orës 8:30, 8:35, që ashtu e kemi pjesën e trafikut. Lavdimi është ekspert i komunikacionit dhe e ka autoshkollën Qendra, ku janë gjitha kategoritë mundën mi jep, lejet mi marrë për gjitha kategoritë e mundshme, veç për raket jo. Edhe që ato e shpikë. është jashtë në kategorisë toksore. Jashtë në kategorisë, po, s'prejk në tokë, ajo nuk prejk në tokë. Po, kemi diskutu shumë tema gjatë ton vitit edhe ka qenë një trend brengosës, po më duket prej që ja ka nisë Erdonita me vëzit, si vjetë që jënë shtu aksidentet. Si shumë, pa leje. Jënë shtu pak si vjetë, ka një përqindje të 6% veç në 6 mujorin e parë të vitit, këti viti, prej vitit të kalume, dhe pëse vitit 2024 ka qenë vit eksemplar, ashtu me shumë pak aksidente. Në këtë vit do të ka qenë një rritje e numrit të aksidenteve diku në gjardin 7% do të thosë për këtë aksidenteve, që për fatkeq nuk është e mirë. Edhe ka qenë do të thotë një rritje e gjobave në trafik, do të thotë dikun edhe ka qenë dikun për ofër 10% që bie dikun 715.000 gjoba do të thonë shqiptuar në këtë vit do të thotë nga janari deri me muajin e 11 apo deri në nëntor. A deri në nëntor do të thoni pas ke shifrat edhe deri në nëntor. Sa aksidente, sa vdekje kanë qenë këtë vit apo diet? Kam sa për këtë statistikave të tjera nuk i përcjellat të gjitha, po kjo bën përshtypje më shumë për shkak se keni numër shumë i lartë i gjobave që bie 715.000 gjoba, që bie thuajse çdo shofer në këtë vit të paktën një gjobë ka marrë. Përveç Driosës. Nëse Driosës se ka marrë asnjë gjobë, atë diku tjetër ka marrë 2 gjoba. Pozicia e vitit. Bashni me Pajroka shumë. Drios, që sa vjet vëzit? Dikun 5 vite bëhen. 5 vjet asnjë gjobë si ki marrë? Unë një vjetë e mora lijen, dën e mora. Më ka nalë policia, po nuk më ka nalë për naj gabim kështë. Po veç kontrol rutinore, po one nuk e thyj shpejtësin. Jo, nuk e që zvëziti krejt ka dole, e të në Erdonita se i ka ra me mu, po nuk kom pas fat. A unë si breshk e vëziti, ama me gabime. Po, kur ja ki nisti, si vjetë ja ki nisti me vëzit me këtë tondin? Sa gjoba i ki marë? Edhe unë jam ushtru ta autoshkolla Qendra. Sa gjoba i ki marë? Veç një, veç një, edhe ke gabim, po mënoj gabim i rrugës, kështu të kom hi gabimesh, nuk është dish me një të kryq, po kesh me një qytet tjetër së më ka ra shumë shpesh atje, më mirë kuptum, po më dënun. Po dënun, okej, mirë. Po mirë kuptum me një dënim të vogël, kështu po sështë kështu që munduna me respektu regullat, munduna gjithë mësë migra asë njerë ka dalë edhe kur telefonin se përdori, për që di Erdonita që gjithë dhe gjithë mësë migra ka dalë, a mundosh migra? Shpejt mësë migra, falë, për zotin më falni. Në realitet, Erdonita pas ka përmbush kriterin që çdo shofer ka rënë një gjobë të këtë vit. Unë si vetë s'kom. Edhe kështu që s'kom asnjë gjobë.
Dlasa dhe mami që s'ka gjoba, kështu që du të kemi kujdesa i përket unë e këtë vetë ku më bo karë, kështu që s'ka pas ku me ma, në veç që kish ku bo bëjt gjoba. Okej, veç që s'ki pas. Unë si vjetë e hera parë për më duket që nuk kam gjobë gjatë kretë vitit, po i kom pas vitin e kalu më duket, i kom pas vitin 2024, i kom pas 2, po këtë herë jo. Këtë vetë, a ke pas me një aksident? A vitin tjetër u kanë? Jo, vitin e kaluam. A vitin e kaluam, sa shpet. Na u ke bo dhe te i shpisë, ma që 4 vjetë, po ti moj men këtë senet. Bash. Lavdim, është më rëndësia dhe mësë më vëzit shumë ka dole. Se kjo tha që më vëzit është si bresh. Jo, bost regullave. Jo, bost regullave është më së mirë, sepse kemi sigurin. Edhe për vete, po edhe për të tjerë, nuk është komunikacionit vetëm për ne, po është edhe për të tjerë, nëse ne sigurojna vetën dhe sigurojna edhe dikon tjetër. Shpejtësia ngadalshme nuk është praktikisht e mirë për shkak që mund të pengojna dikon tjetër, apo mund të rrezikojmë dikon tjetër. Ndërsa shpejtësia e shpejt atë rrezikojna vetën dhe dikon tjetër. Gjithmonë është mirë të respektohen rregullat edhe të respektohet kufizimi i shpejtësisë. Por, në rastet e veçanta, edhe nëse vozitë me ngadalë ndonjë situatë apo ndonjë rast ku pa marrë parasysh, të paktën do të kemi kujdesis çdo herë. Dhe tek aksidentet vije më së shumti për shkak mos kujdesis. Edhe ato ku te kalohet shpejtësia që nuk do të kalohet, por edhe ato ku te kalohet shpejtësia nëse rritet kujdesi, jemi më të sigurt. Sesa ku te kalohet shpejtësia dhe nuk rritet kujdesi. Gjithmonë, sa i përket aksidenteve, gjithmonë do të kemi kujdesje. Është në komunikacion është 1 sekund mund të shpëtoj jetën e dikujt dhe 1 sekund fatkeq mund të merr jetën e dikujt. Në rast se e merr jetën e dikujt, atëherë po e lën me një familje me lot në sy dhe mund të themi edhe do të thotë që mund të jetë edhe në shkatërrim të asoj familje ku vetëm që humb ndonjë antar familjes. Kur i përmendet gjobat, the ka pas më shumë gjoba se në vitin 2024? Po, dikun për 10% ka më tepër gjoba se sa vitin e kaluar. Për 10% ka, po thamë 10% kushtimisht 8-10%, ka ma shumë aksidente, edhe me fatalitet që kënë, dikun 6 dhe 8% ke numri ma i madhë se sa vitin e kaluam, do thot që gjobat nuk është që edukojnë shoferin. Që aty deshta... E kuptova. Gjobat nuk e edukojnë shoferin. E pret njeri që kur ka ma shumë gjoba, ka ma pak aksidente. Ne këtu ne, tash vetëm që është sot emisioni 100, kështu që edhe në emisionet e ma hershme dhe kur ka pas ndryshimet e ligjeve që janë rritë të çmimet e gjobave, ne kemi diskutuar edhe këtu në këtë studio me ju, e kemi diskutuar që rritja e çmimeve të gjobave nuk e edukon shoferin, nuk e ndalon aksidentin, nuk e ndalon aksidentin me fatalitet. Përdresa përdorëm dhe po përmenëm edukim, çka do të kemi për edukim? Do të kemi një institucion, një shkollim për edukim të shoferëve, apo mund të themi për riedukim të shoferëve, e që në realitet për fatkeqësi nuk i kemi asnjë institucion që ka ndërmarrë në drejtim, shkakun që sa përket prapë po e kthehemi te kjo pika 715.000 gjoba. Për 11 muaj. 715.000 gjoba, asnjë shofer për aty gjobave të ndryshme që ka marrë, do thotë nuk është të këshillu apo nuk ka fituar ndonjë dije, ndonjë riafsim, ndonjë shkollim që të kemi që ai person mos vjen drejt tek ajo gjobë prapë përsëris. Do të thonë pibjen, nëse e bëjmë sa pibjen diku rreth 65.000 gjoba në muaj, që pibjen diku rreth 2.000 gjoba ditore janë. 2.000 diçka gjoba në ditë. Po. Të thonë që i shqipton policia e Kosovës. Ama do thotë, kjo të tregon që 2.000 persona shkelin rregullat dhe prapë vazhdojnë të lëvizin nëpër qytet, nëpër rrugët. Do thotë, me ata persona, me ata 2.000 persona që kanë gjoba, duhet të kemi një shkollim, kemi thënë edhe më herët, në rast që është te kalimi i shpejtësisë, po marrim shembull në qytet ku është 50 km në orë, në vend banim, 50 km në orë, dhe është 80 apo 90 apo 100 km në orë, ati ne mirët patentë, mirën pikë, por ai person do të kemi një institucion që të kemi një shkollim për riedukim. Për shkak që ai person do të largohet nga rruga, por do të shkohet me një shkollim që të ketë, do thotë, të rikthen aftësitë që ka pas më herët, mund të them, apo nëse nuk e din do të kthejë në shkollë. Edhe pse varet sa e ka, unë mendoj që secili individ e ka personalja dhe sa e ka edukatën në komunikacion.
sa i përket shkollimit, na për çka kemi shku në autoshkollë, sa dhe që e marrëm seriozisht një autoshkollë, na se cili instruktor e dhonë kur ku marrë të kjo, i ku marrë për bazë krejt regullat që mi keni dhonë. Dhe që ato regulla, menej që se cili nëse i merë për veti, i ka marrë për bazë, i aplikon në komunikacion. Po krejt është kjo sa i respekton. Edhe pse një shkollë adekuat, ose një institucion më kanë adekuat, prapë menej që ai nëse kanë kryt e vetë që si respekton që ato regula nuk ka me i respektu. E cukur edukata familje, nëse ki qatë edukate, ki edhe në rrugë dhe gjithë. O të folë për kulturën. Po, absolut, edhe për kulturën për gjithësi. Se nuk është që si din regulat e komunikacionit. Jo, nuk është që si din, po. Absolut, po bërë qatë kulturë na e kemi mësu dhe në autoshkollë se që është dhëtë me respektu regulat. Por të pakten të gjobitit aj person, por jo në atë aspektin një gjobës, do thotë sa i përket pagesës, sepse ka persona që nuk e kanë atë problem për pagesa. Absolut. Po aj do të gjobitit sepse tek ne, mund të them që është, mund të them për fat keq, tek ne shqiptarët është ma gjobë është me marë një javë ditë, me thonë, ki marë me një shkollim për javësim, se sa ti thuj shamull 500 person. Ju vjeran, kjo. Do të kopim atë pike ku shamull aj person e ka ma problem. Për dërsa i ka ma problem atër, do të detyrohet, jo të paguhet me pagesa, me para, por do të detyrohet të vi në shkollim, që shamull për e marë tash kushti me çfarë gjobe ka, po shamull të marë të pikës që mirë, shamull një pikë të paktën të jetë një javë ditë shkollim, 2 pikë, 2 javë ditë, 3 pikë, 3 javë ditë, nëse merret patentë shoferë për 3 javë, për 3 pikë dhe ai të obligohet të vijë në 3 javë ditë në shkollim, pra thosh ma keq apo ma zi si sa dënohet, ndoshta edhe me 1000 apo me 2000 euro, sepse ata nuk më ai shtot edhe po lexve pik plus sa gjoba i shtojnë se gjithë e kena qëta. Shqiptare si bë llogarit. Edhe qëta policëteri që janë bë. Jo, këta respektojnë ligjin, rregullat edhe... Di, po, ka njerët, doja mos pa morë dënime se kena, se na kur se respektojnë rregullat 100% po menoj. Për kundër lavdimit se ekspert që po thotë që nuk kanë shumë dikem gjobat, unë po mendoj që sa do pak fuqizimin është ai që saj pjesës shtrëngimi i dënimeve ka bë mirë, tash po e lidhu me shtetet perëndimore, nëse as atje nuk i kishin pas blicat ose policinë ma shumë, as ata se kishin respektu, domethënë shpejtësinë, kështu që edhe të na, veç e kum vrejt pak si jam vendos kamera në Prishtinë, pra Pekina është atë frikën, tash normal derisa të shkojnë atë ai edukimi i 100% po thotë i qytetarisë që dojmë, ka punë, po besoj që kjo pjesa e fuqizimit policisë është tepër e rëndësishme dhe është viti që mas shumë t'i kom njoft njerëz që ju ka marrë leja si formë me gjobës ndaj gabimet që i ka bërë. Edhe unë mendoj që duhet të rritën gjobat edhe të bëhet në mënyrë se nditë sodit me pajisje elektronike, për shembull në Shkup, 60.000 gjoba më duket i kanë identifikuar dhe pse s'ka kanë fillu ende mi gjobit, veç është në fazë testuese, me kamera brenda ditës për mduket që ashtu diçka me mira gjoba brenda ditës kanë mujtë mi lëshu nëse kanë dashur, po veç e kanë testu sistemin njerë në Shkup edhe në rrethin të Shkupit. Po. Se përket pagesat që rritën për gjoba, nuk edukojnë problemi është, lavdim falë që për ndërprej. Nuk e ulin numrin e aksidenteve. Po e ulin, adin ko është dhe problemi, se unë menoj që një përqindje e madhe e gjobave, pe i qka nipe njerëzve, është veç kjo që akom njune, nuk paguën fare. Të më thonë se, e di që s'mundën me regjistru veturat, po kompanijit, të më thonë veturat zyrtare, e di që mas shumë të ishin përgjegjë për mos pagesën e gjobave. Dhe nëse e dina i që s'ka me pagu... Për atë arsye, për dresa i kemi, shamë nësi këthejme shamull të persona zyrtarë. Mund të themi kemi të 30-50.000 persona zyrtarë që nuk gjobitën për shkak lidhjeve, interesave, ku ta di, nuk do hi mandej. Dhe do thotë atë janë shkelcit më të mëdhenj në komunikacion. Por atëherë edhe ai person që ka një veturë zyrtare, ai është një person. Dhe ai person kur detyrohet të vijë në shkollim për aftësim, kjo është që edukon edhe atë. Kjo e rregullon, do thotë që unë mendoj që kjo pjesë vetëm ka vonim tek ne, se nëse marrëm për shembull shtete tjera, më them evropiane, të gjitha e kanë këtë pjesë. Të gjitha e kanë, do thotë shumica e personave në Evropë nuk e kanë shumë problem tek pagesa kur është me para, sepse e pagun, sot është që tjetë. Por problemin e kanë që i mirët patenta për një kohë gjatë, apo edhe për çdo herë. E të na, ta merë patentës, kur që tha edhe Drasa që ka morë disa persone që edhe na kemi ndëgju dhe kemi njerës që ju ka morë shumë patenta, por çka, ja ka morë patentën 3 muaj apo 6 muaj ju ka kthy. Dhe prapa i njëti person është në qytet. Normalisht. Pa u edukuhish.
tash për fund, veç me diskutu masi sonte, është mbrëmje feste, sonte, nesër, pas nesër. Unë nga njerë dhe kur shkojnë në për dasma, unë i shë që ka ndodhë aty në dasëm, edhe sa alkohol i pijet, edhe jashtë, i shë dikun ja 50 kere, edhe nga njëherë, normalisht se zakonisht qifti nuk jam pejt njëjtit qytet, edhe spaku pjesa e gruas, udhtojnë 50, 60, 70 kilometra, edhe ishe në ora 2 natës, në 3 natës, ty njerës të dehun në përkere. Njëjta ndodhë. Dhe natën e vitit 3, natën e 2, natën e 3, qëka ju kështë thonë edhe policisë, po, në këtë pjesë, po nalim me support tek policia. Të këtë pjesë, do thotë në vendet apo në salat ku ka dasme, ku ka ahengje, unë e mendoj që në atë kohën kur thuj se përfundojnë që e dimi edhe policia, unë e mendoj që në momentet që nisen nga vend parkimi i salonit dasme, po e marrë si shembull, të ndalën disa të mjete. Po, zgudzojnë me bua se policia se shqiptarët ndasëm, qojnë shumë kryu dhe jënë të gatshëm edhe mu përlome. Jo, shumë e thjeshtë dhe shumë lesë jemi në vend i vogël, sa që kuptohet edhe ndëgjohet nga të gjithë qytetarët. Në rast që kemi një fushat, po, nëse kemi një fushat, policia ka një fushat në kohën e dasmave, dhe momentet që nisin nga restoranti, po e marrë si shembull, 1-2 kilometër varsisht hapësirës, edhe të jenë ato disa patrollet policisë të ndalën mbi 10 mjete vetura, nuk do thot milion nalë të gjitha, po të ndalën mbi 10 vetura dhe të kontrollohen vetëm për alkohol. Jo për çështje tjera, vetëm tek alkoholi, sa to është problemi dhe është rreziku më i madh. Atëherë mendoj që nëse ka policia një fushat në atë drejtim, në disa salla, në disa pika, unë mendoj se bëhet buj dhe çdo person e din që ose pin alkohol nëse ka ndërmend të pi, por gjithmonë ka me pas një shofer që nuk pin alkohol, përgatitur për me vozit në drejtim. Na për festa, hajtë se s'ka policë, se s'ka ndalë se të shumë policë. Po, se edhe ata, jënë pushin edhe ata. Po, pikresht. Për ata du të kemë një fushat, policia du të ketë një fushat që të gjobitën personat, sepse ata e personat më të rrezikshëm sa e përket, do thotë masi që gjithë kemi dëgju, do më thënë, në bas dasmave, kemi pas raste, do më thënë, ku unë kom dëgju dhe rast ku krejt familja ka unë vjetën, do më thënë, duke u këthy në shtëpi prej dasmës, do më thënë, prej një gëzimi, këthehet në, do më thënë, në këto raste, ditëzije. Sidomos pas orës 12 mes natës, në momentin që nalet do një vetur për një kontrol apo të kalim shpejtësisë, së parë do të bëhet matja e testet të alkoolit. Çka me bëhet sonte njerëz? Mund ka ndodhur kanal shembull 2:30 pas mesnatës në kohën e Ramazanit dhe vetëm kontroll, edhe nuk po na bën isha me 2 shok, nuk po na bën as testë, sepse nuk përdor alkool, nuk po na bën testë, po na kontrollon. Dokumentat edhe veturën. Edhe na lejoj, thash, nuk është në rregull kjo pse na lejove neve, sepse ti nuk na bën kur fare testi. Kjo është e rrezikshme. Momentet që ndalet vetura, së parë tu do të bëhet testi alkoolit. Mandej vazhdo me procedura tjera. Hajtë se të ka vriti këfjall t'je konë. Që më ta bëtistin. Mund t'jetë edhe aja. Do më thonë, një këshill që mundë me jap njerëzve që festojnë sot, është gjithmonë me pas dikon me veti, që në anglisht e quajnë designated driver, do më thonë është vëzici i paracaktuar, që nuk ka me pi kur gjo gjatë natës, do më thonë alkoholike, që me mujtë mi dërgu. Unë i la një këshill që momentet që... Mas mirë është me pi alkohol heq, me vëzit me alkohol zbanë. Momentet që del për të festuar dhe e përdor alkoholin, të paktën muzil me vetur, dil me taksi, apo të ketë një person që nuk përdor alkohol. Sepse momentet që përdor alkohol, sado që ti mendon që ti je sigurt në vozitje, asë nërë nuk je sigurt. Nuk mundesh me perceptu situatën e drejt asë në mënyrë asë në moment në komunikacion. Mirë shumë. Lavdim, faleminderit shumë për krejt këto 100 emisione që ke qenë 100 epizoda të herët që ke qenë me neve për vitin 2025, urime që je musafiri ma i shpesht. Faleminderit edhe... Ma shpesh ki ardhë këtë në studi sërë, Dënita. Ma pas ke kalu mu. Po ja ke kalu dhe Dënita. Ma pas se kemi lo, do të këshilla për edukim, për komunikacion, kështu që pakten besoj që kemi ndiku edhe në qytet, edhe tek opinioni, sepse edhe pas emisioneve kum pas, diso herët kum pas po komente. Edhe do të këqia e... Edhe ato janë komente. Ke ditë me nëzit komente, Lavdim, se që s'ke nëzit, a? Po, do të nëzit ka i herë, do të nëzit se është ma mirë për opinion. Edhe bravo për punën që e bëni për një me, na shumicën e stafit vetë se i njohim, kemi pas rastin me i njohë.
mbizotron edhe gjinia femrore, kështu që shumë mirë për punën që e bëni edhe që arrini spaku me sill edukem për krejt ata 3 dhe 3 që e marrin fundites leje të jo. Kjo më ka bo mundi çdo herë mirë, sidomos në Prishtinë, në komunikacion kërë kemi dalë dhe tema që kemi diskutu këtu me keken, mungesën e shenjave, ndryshimet, gabimet, ku ta di, edhe gjithmonë më ka bo mundi mirë kur në atë pikë ku e kemi diskutu në TVN, kur e kemi diskutu po marrë si shembull një mungesë e shenjës dhe pas një kur më kalu në atë rrugë ku më që kam vendosur shenjën. Ka ndryshimi. Po, do thot ka pas ndikim dhe ka pas do thot ndryshim të situatës. Dhe ajo është një situatë që ne na bën mundi mirë sepse e dimë se dikush ka përcjellë që u dasht me përcjellë që ka ndikim në drejtim të komunikacionit dhe ka bën një përmirësim të asoj situate apo asoj gjendje. Ajo çdo herë më ka bën mundi mirë dhe ajo është një pjesë që çdo herë më ka dhënë vullnet, që thamë edhe në fillim të emisionit, më ka dhënë vullnet dhe për atë arsye nuk kam pritur asnjëherë të jem prezant në emisionin e juaj. Po ndoshta s'është hera e fundit, ndoshta tardhëm na shihni në një emision apostafat për komunikacionin, për edukimin në trafik bashkë me lavdimin, kështu që ndoshta 2026 vjen me një emision të tillë. E ta shikus të dashtun. Shkojmë pak me muzikë, se ja ka hije të të një 10 orë muzika. Ja ka hije. Ja ka hije dhe të pas shefer Dënita pak me këcy. Shkojmë me muzikë, e këthejmë të një se kemi shumë. Amo ju të lava, se kjo qasti koqa. Kemi muzikë të mirë, kemi të një edhe balet, kemi mësafir tjerë, kemi historie, gjithë shka qasë mos kemi sot.